Prej 7 vitesh, 250 banorë të 2 fshatrave Flak dhe Kamic janë pa transport publik. Banorët apelojnë drejt Bashkisë Malqisë së Madhe që të pajisë me një furgon që të paktën e bën linjën 2 herë në ditë, që të lidhë me qytetin e Koplikut. Edhe pse ndodhen vetëm 8 kilometër larg qytetit të Koplikut, fshatrat Kamic dhe Flak përballen me mungesë të transportit publik, duke vështirësuar ndjeshëm jetesën e banorëve. Sipas banorëve, prej 7 vitesh nuk ka më asnjë furgon që kryen linjën për në qytetin e Koplikut. Ata apelojnë drejt Bashkisë së Malqisë së Madhe që të sigurojë një mjet transporti që të kryejë linjën të paktën 2 herë në ditë, duke konsideruar këtë një domosdoshmëri për rreth 250 banorët e këtyre fshatrave. E nevojshme me kënë gjonë ka bashkia dikush, mu interesua i furgon të paktën 2 herë në ditë. Nuk kena makinë, nuk kena forsta me bon vetura të tonë të dera. S'ka med vetura, kur s'ka veturë ndel, duhet me jetë s'kom, me dalë Koplik. Kjo është e nevojshme, po pati mundësi bashkia, diçka, me lidhi diçka në napin paret. I napin paret, sa t'i ven kushtin a ish, shoferi, po të drejtojnë, i furgon 2 herë, 3 herë në ditë, si lypim tjetër, 2 herë në ditë, ta bojnë këtë rrugë, se vohit ashtë e nevojë. Si se qojnë i furgon këtu? 2 herë në ditë paktën. Me ditë se në cilën në orë ashtë, paktën me ditë sigurt. E veç kusht vjene të merë rastisht. Vetë bëla jam ka vi me makine e marrë këto atë tjetrin. Ata shprehen se për shumë vite këto zona janë lënë pasdore nga pushteti vendor, ndërsa mungesa e kushteve bazë si transporti publik dhe urat mbi përrua e bën jetesën më të vështirë dhe kufizon qasjen në shërbimet e qytetit. Banorët shpresojnë që zëri i tyre të dëgjohet dhe që bashkia të ndërmarrë masa konkrete për përmirësimin e transportit në këto fshatra.